Konferenca e tretë kombëtare për Sarandën, e cila këtë vit është në edicionin e saj të tretë, nuk do të zhvillohet në Ksamil, ashtu siç ishte parashikuar. Nënkryetari i Bashkisë Sarandë Jorgo Mitro, i cili është edhe kryetari i grupit të punës për këtë konferencë, sqaron përmes ekranit të Apo të News se konferenca do të zhvillohet në ambientet e Hotel Butrintit në datën 20 mars 2015. Mitro sjell ndër të tjera edhe të veçantat që kjo konferencë do të sjellë për të pranishmit këtë vit, ndryshe nga 2 edicionet e para të saj. Me datën 20 mars nga Bashkia e Sarandës është planifikuar të zhvillohet një konferencë kombëtare për në kushtet e ndryshimeve të reja territoriale që kanë ndodhur për Bashkinë e Sarandës, në kushtet e shtimit të resurseve dhe të pasurive të reja që i shtojnë Bashkisë Sarandës, të një administrimi të ri të territorit në kushtet e bashkisë ekzistuese dhe të komunës Ksamil deri në Butrind. Konferenca është planifikuar të zhvillohet në Hotel Butrindi, ndryshe nga sa është komunikuar deri tani që konferenca do të zhvillohej në Ksamil dhe do të parashikohet të marrin pjesë personalitete nga gjithë Shqipëria, drejtues të pushtetit vendor, nga Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit, nga Ministria e Bujqësisë, nga Ministria e Kulturës edhe institucionet të tjera shtetërore, në të cilët do të paraqesin vizionet e tyre lidhur me zhvillimin e Bashkisë Sarandë në kushtet e implementimit të reformës territoriale dhe administrative. Cili do të jetë fokusi kryesor në këtë konferencë dhe çfarë pritet mbas kësaj konference? Fokusi kryesor i konferencës do jetë zhvillimi urban, për të cilin partner të zhvillimit të konferencës kemi Universitetin Polis, dhe ky universitet po përgatit thuajse idenë e re të zhvillimit urban të Bashkisë Sarandës dhe të mënyrës administrimit të gjithë resurseve turistike që do të ketë bashkia në kushtet e, siç u thash, të zhvillimit dhe implementimit të reformës territoriale dhe administrative. Pas mbarimit të konferencës është menduar të bëhet një deklaratë e përbashkët që do të quhet deklarata post-konferencë dhe në deklarata do të parashikojë gjithë detyrat që do të dalin nga konferenca, gjithë vizionet dhe idet që do hedhin institucionet pjesëmarrëse si dhe referatet që do të bëjnë në këtë konferencë. Një i ri shpallur në kërkim pasi ka plagosur me thik të atin është arrestuar në qytetin e Sarandës. Nga informacionet paraprake, mësohet se i arrestuari është Klajdi Mehmeti, 22 vjeç, i cili më 10 tetor të vitit 2014 ka plagosur rënd me thik të atin. Mësohet se gjykata ka dhënë për Mehmetin masën e arrestit në burg. Mehmeti është një person me precedent të mëparshëm penal, duke qenë se në 22 prill të vitit 2013 është arrestuar, pasi në bashkëpunim me 4 persona të tjerë ka tentuar të vjedhë një banesë në lagjen nr. 3 të qytetit të Sarandës. Vazhdon ndërtimi i ujësjellësit në fshatin Dhërmi. Projekti i ujësjellësit të fshatit Dhërmi parashikon ndërtimin e një linje prej 1.87 km gjatësi. Punimet e parashikuara në projekt përfshin ndërtimin e 4 kaptazheve, ndërtimin e depozitës kryesore përmbledhëse, dhomat e komandimit, linjën kryesore të furnizimit dhe ndërtimin e depos së re me kapacitet 500 m3. Kjo zgjidh përfundimisht problemin e ujit të pishëm në zonën turistike të Bregdetit në epiqendër Himarën, problem shqetësues i trashëguar prej dekadash. Është zhvilluar të martën në ambientet e bar restorant Paradise një takim trajnues për administratën vendore me përfaqësues të shoqërisë civile, i organizuar nga shoqata Jona. Tematika e trajnimit ishte mbi planifikimin dhe buxhetimin e përgjegjshëm gjinor në shërbimet sociale në nivel vendor. Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues nga institucionet vendore dhe bizneset private të Sarandës. Më tepër detaje mbi këtë trajnim jep edhe Robert Murataj, drejtor ekzekutiv i qendrës Change Albania me qendër në Vlorë. Qëllimi i takimit sot në bashkëpunim me shoqatën Jona të Sarandës, në financimin dhe me mbështetjen e Kombeve të Bashkuara Zyra për Barazin Gjinore në Tiranë, është që
të bëjmë të mundur kombinimin e aktiviteteve tona në praktik me grupet e interesit, me gratë dhe vajzat, me rajonet që ka bashkitë ndryshme Vlora dhe Saranda, dhe me ata që janë vendimarrësit që në fund do thonë fjalën e tyre atje ku duhet, pra do mundohen që këto çështje gjinore që kanë gratë dhe vajzat në takime ndryshme që bëhen në praktik, në aktivitete konkrete, do mundohen të lobojnë dhe të advokojnë që të përfshihen në buxhetin vjetor të një bashkie patjetësie zëndore, me qëllim që të mos mbeten thjesht në kodin teorik, por të mund të marrin në jetë çështjet dhe prioritetet kryesore të grave dhe vajzave. Buxhetimi gjinor ka në thelb të tia si thuash ofrimin e shërbimeve të mira për gratë dhe vajzat, në fakt sepse ato janë pjesa që mbajnë barën kryesore për sa i përket jo vetëm punën që ne quajmë të shtëpisë dhe familjare, por dhe për sa i përket shoqërisë, me qëllim që të integrohet sa më shumë gratë dhe vajza në shoqëri. Kemi një pjesëmarrje sa më lartë këtyre në pushtetin lokal, në institucionet vendimarrëse dhe sigurisht në instancat drejtuese. Faleminderit. Tregu i karburanteve në Shqipëri nuk funksionon në bazë të një konkurrence të mjaftueshme. Ky ka qenë rezultati i hetimit të nisur nga Autoriteti i Konkurrencës për këtë treg, i cili ka shfaqur një sër probleme shkohët e fundit. Hetimi i realizuar nga Autoriteti i Konkurrencës në tregun e prodhimit, importit dhe tregtimit me shumicë të karburanteve evidentoi gjithashtu edhe faktin se ekzistojnë hallka të tepërta në strukturat e tregut që nuk justifikojnë vlerën e shtuar, duke shkaktuar rritjen artificiale të kostove dhe një elasticitet të çmimit mesatarisht të ulët. Autoriteti i Konkurrencës rekomandon që kompanitë të ruajnë identitetin e produktit dhe të konkurrojnë nëpërmjet logos respektive tek shitësit me pakicë, për të mundësuar nxitjen e konkurrencës efektive në këtë treg. Ndër të tjera, rekomandohet edhe ndërtimi i instrumentave për të kontrolluar hyrjet dhe daljet e shpeshta brenda vitit financiar të ndërmarrjeve që operojnë në tregun e tregtimit me shumicë të karburanteve, të cilët gjenerojnë konkurrencë të pandershme. Rishikimi i tregut të karburanteve pritet të ketë impakte pozitive në rajonin e Sarandas dhe në Bregdet.